Vetëm pak orë para spektaklit të sotëm të Big Brother VIP, kurioziteti për atë që pritet të ndodhë në këtë pikë të lojës është tepër i lartë. Burime pranë Top Channel bëjnë me dije se sonte priten shumë të papritura. Fillimisht, spektakli do të nisë me marrëdhënien mes Mirit dhe Selinës, e cila pas hyrjes së Gimbos është ftohur disi. Më pas diskutime do të vijojnë me një nga debatet më të ashpra të ndodhura deri tani, atë mes Rogertit dhe Selinës, kur Rogerti e akuzonte Selinën për lidhje jashtë shtëpisë me burra në moshë. Spektakli do të vazhdojë me një surprizë romantike që Mateo ka organizuar për Brikenën me ndihmën e vllajit të madh. Ndërkohë, një informacion nga jashtë do të bëhet publik për një nga 6 banorët që kanë hyrë që ditën e parë dhe burime bëjnë me dije se ky informacion do të jetë për Mirin. Më pas, spektakli do të vazhdojë me sfidën e radhës së vllajit të madh, ku banorët të ndarë në grupe duhet të qëndronin dorë për dorë. Skuadra që humbi ishte skuadra blu, e cila do të shkojë në televotim për të marrë. Njëri mes Mirit, Selinës, Gimbos, Gretës dhe Inës do të largohet nga shtëpia. Këto dhe shumë të tjera pritet të ndodhin sonte në Big Brother VIP.